Një ndeshje që deri dje u konsiderua historike për Skënderbeun U19 ka marrë sot një tjetër ngjyrë pas akuzave të Aston Villës për thirrje raciste ndaj lojtarëve të saj gjatë përballjes në stadiumin Skënderbeu. Pas vendimit të UEFA-s për hapjen e një çështje disiplinore ndaj klubit korçar, ka ardhur edhe reagimi zyrtari KF Skënderbeut, i cili mohoi kategorikisht çdo pretendim të klubit anglez. Në njoftimin për shtyp, klubi korçar thekson se asnjë thirrje raciste nuk është dëgjuar në fushë apo jashtë saj dhe se raportet zyrtare të arbitrave dhe delegatit të ndeshjes e konfirmojnë këtë fakt, pasi nuk është evidentuar asnjë incident i tillë. KF Skënderbeu mohon kategorikisht akuzat e ekipit anglez. Ky fakt është lehtësisht i verifikueshëm nga raporti i arbitrave dhe delegatit të ndeshjes, të cilët kanë deklaruar se nuk kanë qenë dëshmitar të asnjë thirrje raciste, thuhet në reagimin e klubit. Skënderbeu ka shprehur indinjatën për sjelljen e Aston Villës, duke cilësuar si një tentativë për të justifikuar rezultatin e ndeshjes me trillime të pavërteta. Inkurajojmë klubin e Aston Villës, që ka pasur të drejtën për ta transmetuar live ndeshjen, të publikojë pamjet filmike në vend të trillimeve pa fakte dhe të neveritshme, thekson klubi mëtej. Në fund, Skënderbeu nënvizon se gjatë gjithë ndeshjes ka pasur një organizim në standardet e kërkuara nga UEFA, ku tifozët korçar kanë treguar respekt, fair play dhe gjithë përfshirje, vlera që sipas klubit nuk janë respektuar nga pala angleze. Futbolli është më shumë se një lojë, është një urë që bashkon njerëzit pavarësisht kufive, gjuhës dhe prejardhjes. Klub Futboll Skënderbeu bën thirrje që të fokusohemi tek futbolli luajtur dhe vlerat që ai mbart, përfundon reagimi i klubit korçar. Ndeshja e kthimit mes Aston Villës U19 dhe Skënderbeut U19 do të zhvillohet më 5 nëntor 2025 në Angli, ku do të përcaktohet skuadra që kalon mëtej në UEFA Youth League.